Sot jam para jush për me folë për një skandal, një ndër skandalet më të rënda të sektorit të energjisë, që ka të bëjë me regjistrimin e njësorëve elektrik, të konsumit të energjisë elektrike në tarifa të ndryshme dhe të një hulumtimi të cilin e kam bërë në Prishtinë dhe në Ferizaj. Me ju tregu kështu si kronologji, kam fillu e kam vrejt një anomali në njësorët e energjisë elektrike, dhe pastaj kam fillu me bërë si hulumtim dhe kam inspektu dhe kam hulumtu dikon rreth 900 njësor elektrik në zonat e Prishtinës dhe Ferizajt, prej cilve 87%, pra 87% të këtyre njësorve kanë rezultu që nuk e masin kohën ashtu si çdohet, pra kanë gabim. Dhe këtu të dashur gazetar, të dashur qytetar, nuk po flasim për një gabim teknik, po flasim për një mashtrim ose manipulim sistematik, sepse mostra prej 884 njësorve, nga cilë 87% nuk është një rastësi, por nuk mund të themi që ka një glitch të sistemit, po flasim që ka një manipulim ku ky skandal ju ka kushtu qytetarëve të Republikës Kosovës miliona euro.